Në moshën 18 vjeçare, kur u largua nga Shqipëria, Mira Murati mori me vete ëndrat për të bërë versionin më i mirë i vetes së saj dhe për ta bërë botën një vend më të bukur për të jetuar. Mira Murati, vajza nga Vlora, pasi studioi për inxhinieri në Amerikë, u kërkua menjëherë nga kompania Tesla, pasi u vure tek ajo aftësia e jashtëzakonshme që kishte. Në vitin 2018, ajo u bashkua me OpenAI, duke u bërë një nga figurat kyçe në krijimin e inteligjencës artificiale. Edhe pse në moshë të re, Mira Murati është bërë një emër i njohur botërisht për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në fushën e teknologjisë. Megjithatë, për jetën private të Mira Muratit, të pakta janë informacionet. Mamaja e saj kishte vetëm një dëshirë, ashtu sikurse ka çdo nën shqiptare, që e bia të gjente një njeri të mirë për të kaluar jetën. Mira gjatë një interviste tha: kur u krijua ChatGPT, pyetja e parë që i bëri mami im ishte: kur do të martohet vajza ime? Edhe pse inteligjenca artificiale nuk i dha përgjigjen e saktë, duke se Mira e ka realizuar dëshirën e mamasë së saj. Ajo ka vendosur të martohet në Toskana të Italisë, në një ceremoni plotësisht private. Dasma është organizuar me një protokoll sigurie shumë të lartë, duke mbajtur larg vëmendjes publike çdo detaj. Të gjithë të ftuarit janë të pajisur me kontrata të rrepta privatësie, të cilat ndalojnë publikimin e çdo materiali, foto ose video nga ceremonia në rrjetet sociale apo media. Por ajo që dihet është se Mira porositi një kostum tradicional të nusave të jugut dhe i lekun karakteristik të zonës së Vlorës, duke nderuar kështu rrënjët e saj kulturore. Veshja tradicionale shqiptare dhe këngët dhe vallet tona ishin pjesë e rëndësishme e dasmës, por kush është djali që bëri për vete Mira Muratin? Edhe pse çdo gjë është mbajtur tejet hermetike, burime pranë Mirës thonë se bashkëshorti i saj jeton në Amerikë dhe është ekspert në fushën e teknologjisë. Ai njihet si njeri me integritet dhe konsideron Mirën si një bekim në jetën e tij. Çifti, edhe pse i ka dhënë shumë botës në teknologji, kanë sjedhur ta mbajnë hermetike jetën e tyre private, duke mos postuar asnjë foto së bashku. Ato mendojnë se dashuria e vërtet shkon përtej teknologjisë dhe rrjeteve sociale.